Minuta 16 për goditje e lirë të skuadrën gjermane. Müller dhe Klinsmann mundohet të prishin murin e skuadrës tonë. Nuk arrin Müller të rrezikojë. Sammer. Kësaj Reuter. Përsëri Sammer. Edhe tjetër Reuter direkt me topin e parë në zonë. Klinsmann e kokë. Në skuadrën gjermane ka shënuar. Klinsmann në shkoll Strakosën, goditje e saktë në kokë e tij, i pambuluar nga mbrojtësit tanë, të cilët e koncenruan vëmendjen e krahut djathtë ku shkuput Reuter dhe fare pa kujdes, pra nuk arritën të mbulojnë në Klinsmann, shikojnë edhe tjetër, me vonesë shkon në njëri mbrojtës për të bërë duel ajër me Klinsmannin, por është shumë vonë. Klinsmann ka shënuar, shikojnë edhe tjetër, pra në vjen e para iku të mbrojtësit gjerman. Transmetimi i italisht të nderuar televizionistë është bëri mundën e bashkëpunimin ndërmjet dy televizioneve, televizion shqiptar dhe atij gjerman, në kuadrin e marrëveshjeve që kanë këto dy televizione. Kanë 6 lojtarë, madje dhe Mateos e shtati rreshtohen përpara 3 lojtarëve tanë, janë Demolari, Zmiani dhe Rakli. Zmiani godet dhe skuadra jon ka barazuar. Autori golit është Zmiani. Goditje e saktë të shikojmë. Demolari vetëm sa e tek topin dhe Zmiani godet saktë duke shënuar. Shqipëria 1, Gjermania 1. Pra të tjera raporte vendosen tani në fush. Këtu pjesa e parë e ndeshjes. Pa mundur të nderuar televizionistë që të themi formacionin e skuadrës gjermane, ajo kalon përpara. Është një ndeshkim mjaft i rrethë i skuadrës gjermane, pa mbaruar frymarrjen, pra topi përfundon në rrjet. Ndoshta mbrojtja jon e pa vendosur ende, e pa kujdesshme, mbas sa disi rrëmuje, thjeshtën godet dhe barazo e kalon përpara skuadrën gjermane në fillim të pjesës së dytë. Tonë në këtë goditje Mateosi në Müller për bashkë koshit godet. Shpëton. Shikojmë që mashtari Melinçuk bën shenjë për goditje të lirë brenda zonës. Është goditje në dipasim me godet Mateos. Topi përkaset e portieri Strakosha, vazhdimimi të skuadrës gjermane. Reuter. Ndërhyrje dhe Panna, ja tani Milo. Pastaj Milo, Delaj përsëri Bello. Kalimi i bukur i tij dhe kartoni verdhë sfondjeve për një lojtar gjerman nga Ukraina si Melinçuk. Larg zonës e goditje e lirë, Pano dhe tronditet përsëri Köpke. Do të qenë një çka ideale të topit kalon në rrjet. Köpke do të kishte mundësi ta gjushtonte një goditje e saktë të Panos, topi godet shtyllën, përfundon jashtë të vijës anësore dhe loja